Me neve në emisionin e mëngjesit ditë e re, kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi trajnerin Senat Tafën, një nga figurat kryesore të tenisit në Ulqen dhe drejtuesi i klubit Belvi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët dhe faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën për të bashkëbiseduar pak a shumë për këto aktivitetet dhe lojrat e fundit që keni pasur. Si ka qenë për klubin e tenisit kjo periudhë? Siç edhe dihet, kjo pjesa përfundimtare e vitit, pjesa e tetorit dhe nëntorit janë pjesa përmbyllëse e aktiviteteve sa i përket sportit të tenisit në nivel të garave. Mund të themi që kjo pjesa prej shtatorit edhe deri me tani ka ecur shumë mirë edhe sa i përket aktiviteteve që ka të bëjë me stërvitje, me kampet e tenisit, me turnet ndërkombëtar, cilët kanë vijuar prej të fillimit të muajit tetor, Aurora Cup turneu ITF i cili shmbajtë në pjesën e parë të tetorit, mund të themi ta ceki si sukses i klubit për organizimin, po ashtu edhe për suksesin e garuesit tonë Skander Katana, i cili arriti deri në gjysmëfinalen e turneut dhe në finalen e dopjos, në double. Ky ishte një pjesë përmbysëse sa i përket aktiviteteve ndërkombëtare, ndërsa sa i përket aktiviteteve nacionale në nivel të Malit të Zi, gjatë bisedës do të flasim për turnet në 10 vjet dhe në 12 vjet, ku një gjenerat e re po lind në klubin e tenisit dhe besoj që do të jetë interesante dhe do të jetë vazhdimsi e sukseseve të klubit në vitet të ardhshme. Cili është arritja më e fundit që juve si trajner i këtij klubit ju bën krenar? Vetë puna me fëmijë, dhe vetë misioni i trajnerit të tenisit apo arsimtarit në nokat fizike që pasi që edhe atë funksione e punoj, dhe mund të them vetë puna me fëmijë ishte si e madhe edhe ishte një mision ishte një mision krenar. Dhe vetë qasja dhe puna me fëmijë të prun emocione të reja, dhe na kemi edhe një fjalë telashe të reja sa i përket momenteve të caktuara dhe besoj që me krenaria dhe me plot kënaqësi e punojmë këtë mision dhe besoj që edhe fëmijët edhe gjeneratat e reja dhe ato të moshës do ta vlerësojnë edhe punën tonë, disa prej tyre do të hyjnë edhe vetë në këtë punë dhe besoj që ajo do të na bëj krenar si qytet, si klub edhe si individ që të merremi jo vetëm me tenis, por edhe me aktivitete të ndryshme sportive atje. Si po përgatiten sportistët për garat e radhës të klubit tuaj? Pasi që e ceka që në pjesë përfundimtare e vitit, në muajt nëntor dhe dhjetor janë, si ta themi, përmbyllje aktiviteteve sa i përket garave, dhe zakonisht lojtarët prej grup moshave 10 vjet, 12 vjet, 14 më tej, dhe kjo është një pjesë e përfundimit të sistemit garus, ku pas këtyre aktivitete përfundimtare, që do t'i ceki one, vjen një fazë e lehtë pushimit, por pushim aktiv, jo pushim pasiv, dhe pastaj fillojnë përgatitjet për sezonin e ri, i cili me njëherë fillon, pasi që garat për vitin e ardhshëm 2026 fillojnë prej muajit shkurt, dhe fëmijët dhe teniserët të cilët kanë ambicia dhe kanë aspirata që të vazhdojnë garat prej fillimit të shkurtit, me njëherë duhet t'i qasen përgatitje për këto turne dhe besoj që do t'i arrijmë. Klubi i tenisit Belvi para 2 javësh organizoi 2 turne të nivelit deri në 10 vjet, ku pikërisht në këtë grup mosh kemi një interesim dhe një gjenerat e cila besoj që premton dhe besoj që do t'i nxjerr disa emra të ri që do të na përcjellin këto vite të ardhshme. Unë do t'i ceki me emër, pasi që besoj që nuk do të harroj dikën prej tyre, ishte Matija Zhivanović, Dario Pullia, është Amer Sulejmani, ishte Rej Osmanović, ishte Asia Mavrić, Medina Mehmedović, Faris Dobargjić, dhe ke ishte një gjenerat të cilët marrin pjesë deri në 10 vjet dhe besoj që prej këtu do të mundohem mos ta harroj për momentin jam duke menduar mos ta harroj dikën prej këtynve tenisëve dhe besoj që do të jenë emra interesant në vijim për tenisin 3-4 vjet të ardhshëm. Këto janë edhe këto emra që nga kjo grup mosh janë duke pasur edhe një sukses që janë duke marrë pjesë edhe në lojra dhe në gara që keni pasur së fundmi, apo jo? Po, në klubin tonë organizuan 2 turne deri në nivelin 10 vjet dhe gjithmonë në sistemin e garave në tenis, Masters turniri është turne i cili mbahet në fund dhe përmbledh edhe bashkon 8 lojtarë më të mirë, si në kategorinë e vajzave, ashtu në kategorinë e meshkujve
mashkujve dhe këto në kategorinë e mashkujve, dhe më thanë prej 8 lojtarëve, 4 lojtarë në mesin e 8 lojtarëve janë më të mirë nga klubi ynë. Tu do të ceki që në njënin prej turneve, lojtari Dario Purlia arriti deri në finale të turneut, ndërsa Amer Sulejmani, Matej Ivanović, Rej Osmani, Asja Mavrić, po ashtu arriti deri në gjysmëfinale, arritën deri në çerek finale të turneve, ku dhe më thanë edhe kja për neve ishtë sukses i madh, pasi tregon se në nivel të Malit Zi, prej 8 lojtarëve, 50% të jenë prej klubit të tenisit Belvi, tregon se e ardhmja, dhe më thanë kjo grup mosh ka një të armë të tenisit. Nga të gjithë këto lojtarë, nga kjo grup mosh, cila lojtar nëse mund të ju të veçoni që ka bërë progres gjatë gjithë kësaj periudhe në lojën e tenisit? Nuk isha pas qef që t'i ndaj për i tyne, se besoj se gjithë ato e kanë veçorit karakteristikat e veta, dhe me thanë për momentin muajin e fundit në shprehje sa i përket meshkujve ka ardhur Dario Purlia, i cili ka pas një ngjecje më herët dhe tash e ka kompenzuar dhe ka dalë në pak, ndërsa tek vajzat e kena një vajzë, Asja Mavrić, e cila për momentin është pak më fokusuar dhe besoj që në të ardhmen dëshifet edhe përparimi i saj, progresi i saj, kështu që besoj që kjo gjenerat do të na bëjnë një refresh klubit dhe besoj që në të ardhmen do të vijmë me emra të ri. Cilat janë ndoshta edhe ato sfida momentale për klubin e Belvit të tenisit në Ulqin? Nëse mund të na cek në ju si trejner. Unë do të jem shto i çelt me juve, se si çdo sport i ka specifikat e veta dhe kërkesat e veta, qoftë ato organizative, qoftë ato sportive, qoftë ato infrastrukturore. Klubi i tenisit sa i përket infrastrukturës për momentin është duke kërkuar një zgjedhje, pasi ju e dini dhe keni qenë musafir tek ne disa herën. Kemi klubi jon në infrastrukturën e vet ka ballon hallën, e cila është tashmë ishte vjetër dhe nga pak i ka ardhur koha që ndoshta edhe të ndrohet me një ambient të ri. Besoj që jemi në bisedime dhe besoj që do të hasim në mirë kuptim tek afaristët, tek komuna, tek njerëz të cilët besojnë në sport, besojnë se aktiviteti fizik është i rëndësishëm për fëmijë dhe për gjeneratat e reja, dhe besoj që do të ndihmojnë një projekt i cili ndoshta do të realizohet, besojmë që të ballon halla të zëvendësohet me një, na i them, strukturë metalike apo një fushë e mbyllur ose dy fusha të mbyllura me strukturë metalike, ku do të zgjidhen gjithë problemet, pasi që në këto 3 javë të fundit kemi problem me ujë, dhe e dini edhe vetë, edhe janë të paralajmëruar rreshje të mëdha, por edhe në kalim kemi pas probleme me rreshje të mëdha dhe balloni si ballon ka filluar të dobësohet, uji ka filluar të na shqetësoj dhe të na pengoj organizimin, si të themi, të rregullt të servitjeve, dhe besoj që kjo do të jetë një synim i klubit dhe i udhëheqësisë klubit që në vitin e ardhshëm të realizojmë këtë projekt, dhe ashtu do të rrisim edhe ofertën, pasi që ata 2 fusha të mbyllura e ofrojnë aktivitetin fizik edhe gjatë verës edhe gjatë dimrit, dhe janë në opcion gjatë gjithë vitit për kampe të ndryshme, për ofertë turistike, për organizimin e serviteve të rregullta në klubin e tenisit, dhe besoj që ajo do t'i ndihmoj shumë procesit servitor. Kjo është një piknisje, ndërsa vështirësitë tjera normalisht tenisi i ka ata pjesë të problemet e veta në kuptim organizativ, pasi që ishtë sport individual dhe prindërit në një pjesë të madhe kur vinë fëmijët në nivel garus, duhet i përcjellin me një pjesë i përcjellin garus të vetë, adin pasi që një turne luhet sot në Ulqin, turneu deri në 14 vjet luhet në Podgoricë, turneu deri në 16 vjet luhet një vend tjetër, dhe kështu që do të thënë edhe me pjesën financiare janë të obligueshëm edhe vetë prindërit që t'i financojnë. Po, do të thënë kjo është një pjesë specifike e tenisit. Më tregoni edhe sa është ndoshta edhe rëndësishme, a keni bashkëpunim edhe me Federatën e klubit të tenisit në Maltuzi, dhe si keni ato shkëmbimet e juaja si trejner dhe të këtij sporti? Deri me tani ne kemi dëshmuar që marrëdhëniet e jona me Federatën e tenisit të Malit të Zi është një nivel të madh, domethënë në nivel të lartë, dhe besoj që ky bashkëpunim do të vazhdojë. Kemi përkrahjen e pjesërishtme atyre sa ato kanë mundësi që të na përkrahin, qoftë në mënyrë
organizative, qoftë në mënyrë këshilluese, edhe financiare, sa i kanë mundësinë, pasi që është një federatë e vogël dhe e cila nuk mund t'i mbulojë shpenzimet e gjitha klubeve. Na her pas here shkojmë me shkresa dhe vazhdojmë me konsultime me ta, mirë, po mund të them se ishte një nivel të mirë dhe besoj që nuk ka arsye pse mos të vazhdojnë në atë mënyrë, pasi që ne disa pjesëtar të klubit, domethënë janë edhe vetë anëtar të bordit të Këshillit të Federatës së Tenisit dhe besoj që edhe prej asaj instance mund të ndikojmë që ato të ndihmojnë, të vinë, të konsultohemi dhe pse jo edhe të organizojmë aktivitete së bashku. Gjatë festave të fund vitit, por edhe fund vitit vetë, bëni edhe një mbledhje ku të gjitha klubet e tenisit të Malit të Zi bëni ato shkëmbimet edhe flisni për sukseset që keni pasur gjatë gjithë vitit. Këtij vit keni planifikuar ndonjë gjë të tillë? Në nivel të federatës, gjithmonë Federata e Malit të Zi shpall më të mirët dhe data përcaktuar, domethënë ish kakmesi i muajit dhjetor, hajde të bëhet një përmbledhje e gjithë rezultateve sa i përket nivelit të Malit të Zi, lojtarët më të mirë të nivelit ndërkombëtar, nacional e tjerë, për lojtarët perspektiv, domethënë ato që kanë ato ardhmë të tenisit, të motivohen, të këshillohen, të jepin udhëzime të cilat i presin në të ardhmen. Ky është domethënë një mesazh i atij organizimit dhe besoj që ne do të jemi pjesë asaj ceremonie edhe si udhëheqësa, edhe si njerëz të cilët merren me organizim. Besoj që do të marrim edhe shpërblim për atë pjesë, por edhe me lojtarë, pasi që kemi një nivel të lojtarëve të cilët garojnë, mund të themi janë konkurrent për këtë pjesën finale dhe ICK ma heret janë turnet masters, turnet përfundimtar të cilët do të përcaktojnë kush janë lojtarët më të mirë. Deshta të ceki edhe Edon Edemin, i cili lojtar merr pjesë deri në 12 vjet dhe domethënë grupmosha e tij do të jetë grupmosha përmbyllëse si vjet, e cila do të bëj turneun master pikërisht në klubin e jon me 6-7 dhjetor dhe ky do të jetë turneu i fundit me sa i përket Federatës Malit të Zi që do të organizojë dhe pastaj do të vinë ajo rangimi, si thomë na, për përfundimtar ku të shpallin më të mirë edhe në grupmoshën prej 10 për tej, për meshkuj edhe për vajza. Ne gjatë gjithë bisedës në fokus ishte edhe grup moshan nga 10 vjeç. Si është situata me grup moshat më të mëdha në klubin e tenisit tuaj? Janë aktiv ato të marrin pjesë në lojra? Po, do të ceki 2 vëllezër, Skënder Katana dhe Allen Katana, edhe pse si shkojnë vitet, domethënë si nuk është vetëm specifike tenisit, por në përgjithësi domethënë na si shoqëri, si qytet, si mentalitet, mund të themi ato si arrin vitet e pjekurisë, mund të themi se bëhet edhe më vështirë që edhe të depërtohet në sport, pikërisht në tenis, edhe angazhimet duhen të jetë më të mëdha. Skënderi dhe Alleni për momentin janë duke u stërvitur dhe janë, si të themi tu, munduar të vazhdojnë hapin, pasi që tash konkurenca është më e madhe, puna duhet të shtohet dhe si të themi udhëtimi në për turne duhet të jetë më voluminos, më i madh që të arrijë deri sukseset dhe rezultatet. Besoj që ata do të kapërcejnë këtë situatë dhe në fillim të vitit 2026 besoj se paku Skënderi do të depërtojë dhe do të vazhdojnë rrugës cilën e ka nisë, rrugës për profesionalizëm, se tash dhe ka nivelin për atë rrugë dhe besoj që do të ndihmë edhe për atë fjalë të mira dhe rezultate të mira, ndërsa desha të ndalem edhe për shkollën e tenisit pasi që është momenti dhe fëmijët të cilët na janë kyçur prej shtatorit në shkollën e tenisit janë një grup simpatik, nëse mund të themi ashtu, prej 15 fëmijë të vegjël prej 6 deri në 8 vjet, 9 vjet, dhe ata janë të stërvit rregullisht dhe është e makniqshme se me sa kuriozitet, se me sa qef, se me sa emocion e luajnë këtë dhe besoj që pasi që të përfundoj kjo pjesa e pushimit dimror, pasi që si çdo klub një muaj janarin do ta kemi edhe për shkak ftoftit edhe për pushim, besoj që prej muajit mars do të fillojnë ata pjesën garuset të tynen me ata topat e improvizuar, topat e kusis qymna, dhe besoj se edhe prej aty shpresojmë të dalë edhe një fëmijë i cili është interesuar të vazhdoj në këtë pjesën garuse të tenisit. Ne ju urojmë shumë suksese
Dhe faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ku bashkë biseduam për aktivitetet e fundit që ka klubi i tenisit Belvi. Faleminderit edhe juve, besoj që do të në herën tjetër do të takohemi edhe në atë pjesën e klubit atje ku do të njoftohemi edhe me ta emra dhe do të jemi ndoshta dëshmitare një stërvitje ku ato garojnë në mes vete. Faleminderit edhe njëherë.